keni një rrugë shumë të rëndësishme, e të cilën kryetari i komunës së Shdimës, Dr. Gjemal Aliu, gjithmonë më përmend vend që më thonë Mirdita, e ditën e mirë. E ajo është rruga Duhël Shtime Banull, do ta fillojmë me njëherë në Memoriali masakrës së Regjaput, funksionalizimi i zonës dytë ekonomike në fshatin Glavic, linja e transmisionit 110 kV, projekte zhvillimore, janë ngrohtëtorja e qytetit, zgjidhje afatgjate për ndrohje ekologjike dhe efikase për qytetarët, se dim që në Shtime dimrat janë ma të ftofë se mesatarë janë Kosovë. Kandidatët që janë bashkë me juve këtu, Vigan Qerolli është edhe Shtime dhe Ferizaj dhe Prishtinë. Na i mregjaj, nuk më një që Kemi orë duke avancu e në zgjedhjet e dhjetorit, 28 dhjetorit, kemi arrit 56%. Shtimja meq ka kalu shumë qeveri dhe qeverisje, edhe ko 5 vjetë që e ka gjetë adresën e sakt. Adresa e sakt e zhvillimit, e prosperimit Shtimes, është lëvizja vetëvendosje, është kryeministri Albin Kurti. Është momenti i përsosur për një ndërtesë ku njerëzit do të hyjnë, do të punojnë, do ta vizitojnë. Andaj urime e përgëzime të gjithëve, edhe shpresoj ta gëzoni për shumë gjatë, po edhe ta mbushni me rezultate të tjera të reja në fushëvendtarinë e juaj. Tash ne nëpërmjet mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, restaurimit të objekteve të vjetra, tregojmë që jemi të përcaktuar për përparim i cili nuk e harron të kaluar. Domethënë traditat, vlerat tona i bartim me vete edhe duke e mirëmbajt kujtesën kolektive edhe objekte trashëgimisë kulturore, se nuk fillon gjithçka me neve. Kjo është mirënjohja jonë, falënderimi jonë për brezat para neve, por edhe asgjë s'përfundon me neve. Ne duhet jemi të kujdesshëm që atyre që vinë pas neve t'u lëmë botën, Shqiptarinë, Kosovën, Shtimën më të mirë e më të pasur se sa që e kemi gjetë. 30 reja shoqata rinore, kulturore, sportive, artistike, intelektuale, shoqata tona nga Lupa, që do të popullojnë këtë objekt, do të mbushin plot me jetë, me energji pozitive, e me art, me shkencë, me dimë.